Zotin Salisheu këtë herë, kreu i Frymës së Re Demokratike, një nga aleatët e Partisë Demokratike, i cili qëndron në listë të hapur në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit. Aleatët kanë patur një vend të veçantë, do thoja, në listën e Partisë Demokratike. Pse ju jeni në listë hapur? Shiko, unë jam njeri i betejave, që është e vërteta. E keni kërkuar, do të thotë kjo? Edhe unë të falenderoj shumë për ftesën. Qenia deputet është mision, nuk është vend pune. E qartë, duhet ta fitosh pra. Sigurisht që është mision edhe misionet fitohen, nuk dhurohen. Të dhurojnë një mandat deputeti për profilin tim më duk diçka e tepërt. Pra ju a propozuan dhe ju se pranuat, apo? Në bisedimet me doktor Berishën, arritëm në këtë përfundim që ishte gjëja më e mirë, besoj. E kuptoj. Edhe unë i ftoj qytetarët e Tiranës ta kuptojnë këtë gjë të rëndësishme. Berisha gjatë gjithë kohës në çdo artikulim publik, edhe përpara se të përpilonin listat ai dhe kryesia, po edhe pas, e ka evidentuar rëndësinë e aleatëve në këto zgjedhje, numrin e votave që ata në vetvete kanë edhe pastaj se si bashkangjiten edhe Partisë Demokratike. Çfarë vlerësimi ka marrë partia që ju drejtoni nga zoti Berisha në këtë kuptim? Shiko, aleancat janë faktori më rëndësishëm politik në Shqipëri, për situatën që ndodhemi. Nëse hedhim vështrimin larg, ola, gjithmonë aleancat kanë prodhu qeveri. Edhe në 2005-ën, Sali Berisha u kthyen qeverisje me aleancë të gjerë, me mbështetje të madhe popullore dhe politike. E kuptoj. Edhe Edi Rama në 2013-ën, me aleancë erdhi në qeveri. Që është e tjetër se ai abuzoi me këtë votbesim. Erdhi si shpresë për shqiptarët dhe është katandisur si fatkeqësi për ta. Kjo gjë është shumë e rëndësishme, duhet ta kuptojnë njerëzit. Është fatkeqësi sot për ta. Dhe faji është vetëm e vetëm i një njeriu, i Edi Ramës. Jo e enturazhi që e shoqëron. Kështu që të dalim te pyetja, unë mendoj se largpamësia e doktor Berishës edhe gjithë aleatëve të kësaj aleance të shëndosh, të rëndësishme edhe shpresëdhënëse, është filozofia drejtfitores. Vetëm bashkimi, ka thënë Skënderbeu në Lezhë në 440 e ca, është ai që shqiptarët i shpëton nga fatkeqësia. Edhe ne kësaj thirrje jemi përgjigjur këtë radhë. Ju nuk jeni i vetmi nga aleatët në listë hapur, është edhe zoti Idrizi, po ashtu ka edhe emra të rëndësishëm brenda vetë Partisë Demokratike, të cilët ndodhen në listë të hapur, si Orida Tabaku për shembull e të tjerë. Sa e vështirë do të jetë për ju kjo betejë? Çdo betejë ka vështirësitë e veta. Por në fundit beteja ka rrugtimin e saj. Dhe produkti i kësaj beteje do jetë në vartësi të punës që ne do bëjmë. E cila ka nisur? Patjetër. Ka nisur ka herët, po. Pikërisht. Ne si kandidat, si një listë e shkëlqyer për Tiranën, 37 emra, secilin për të marrë shpëtyrë është një arsye përfitore në Partisë Demokratike dhe të aleancës tonë. Secilin vetvete. E di, po e kisha në kuptimin që jo të 37 do të kenë mundësi të jenë nesër në Kuvendin e Shqipërisë në këtë kuptim. Përtej kësaj, këtij përcaktimi që unë bëj me shumë dashamirësi, ne jemi një grupim që duhet vrapojmë të takojmë çdo qytetar Tiranës. Çdo socialist që nuk e do Edi Ramën, çdo pensionist që unë nëpërkëm këto 12 vite, çdo të ri që e kërkon të ardhmen në vendin e tij, çdo vajzë, çdo grua, çdo nën, çdo motër, duhet ta takojmë, ta bindim se rruga për shpëtimin e Shqipërisë është ndryshimi i qeverisë. Ndryshimin e qeverisë e sill vetëm aleanca e madhe për Shqipërinë madhështore. Kjo e fundit, si kuptohet nga gjithë qytetarët në takimet që ju zhvilloni? Kjo është Shqipëria madhështore? Shiko, kjo është një lloj koncepti që varet nga këndvështrimi i gjithë secilit. Ju si ja shpjegoni? Edhe unë i ftoj ta shikojnë çdo kush që do Shqipërinë duhet ta shikojë madhështore. Çdo kush. Edhe unë nuk vë dyshim asnjë shqiptar që nuk e do Shqipërinë. Të gjithë shqiptarët e duan Shqipërinë madhështore. Edhe gjithë du t'i përshkojnë kësaj filozofie. Nuk e kanë madhështore, ose nuk do t'a kenë se së shpejti pritet të aderojnë edhe në familjen e madhe europiane? Sot nuk është madhështore, sepse por nesër mund t'jetë. Për shkak se në 2013 shqiptarët e panë Edi Ramën si një shpresë, si një rrezedrite. Është e vërtet kjo? Sot janë të shgënjyer 70%. 250.000 ola janë regjistruar në regjistrat e KQZ-s për të votuar këtë radhë në Shqipëri.
Të gjithë këta janë të larguar këto 10 vite, 10-12 vite nga Shqipëria. Po t'ishte ndryshe Shqipëria, Edi Rama nuk du t'ishte kryeministër sot, me vetdije se koha e qëndrimit në qeverisjen e një vendi është koha që një politikan e zgjuar e kupton vetë se sa du të qëndrojë. Edhe me vota... Çdo politikan? Sigurisht që çdo politikan. E kupton se sa kohë duhet të qëndrojë dhe kur duhet largohet nga skena politike. Në rastin konkret ne kemi të drejtë. Pra kjo vlen ndoshta edhe për zotin Berisha, po ti referohemi atyre komenteve që vinte nga socialistët dhe jo vetëm. Ne kemi në diskutim Edi Ramën, i cili është në krye të vendit që në vitin 1998 si ministri i kulturës. Jemi në 2025 sot. Ministri i kulture, 12 vjet kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe 12 vjet kryeministër i vendit. Kush nga këta politikanët e tjerë ka gjithë këtë karrierë në pushtet? Cili? Një, ma gjej një. Sali Berisha ka qenë 5 vjet president dhe 8 vjet kryeministër. Edhe 4 vjet i persekutuar politik. Apo jo? Kjo është e vërteta. E kuptoj. Po. Kështu që çdo politikan i përgjithshëm që do vendin e tij duhet të di që koha e qëndrimit në drejtim të vendit është një kohë e caktuar. Pse baballarët e Komit Amerikanë caktuan 8 vjet qëndrimin e një presidenti në krye të vendit? Sepse në çfarë do lloj rrethane, dashamirësia, ajo ushtrimi i pushtetit, qëndrimi ndaj pushtetit, ka kohën e tij. Presidentin, po. Presidenti është kryetari i qeverisë në Amerikë. Okej. Po si, edhe ky kryetari i qeverisë është këtu. Ky është dhe presidenti, se Barami s'ekziston. I thotë Amerika ka vende për t'i dhënë vendit tim, ai premton aderimin e Shqipërisë në familjen e madhe europiane. Kjo është kryeministër, kjo është gjithçka. Çdo gjë që i shkon për rreth e qark këtij nga enturazhi vet është asgjë. Asgjë. Të gjithë vërviten dhe shikojnë sytë e tij. Po qeshi ai, qeshin të gjithë. Ai kultivoi historinë e mjekrave këtu, kupton ti? Të gjithë burrat e PS-s dëgjoj me vëmendje këtë, është interesante. Gjithë burrat e PS-s që kanë marrë pushtet dhoro nga Edi Rama pa merit, kanë lënë mjekrat për t'i pëlqyer atij. Edhe gra do ta linin nëse do kishte mundësi. Ata që janë ministrët e tij. Pse po thoni që mjekra i pëlqen zotit Rama? Patjetër. Po. Edhe pse i pëlqen? Se i duket vetë si babai i flamurit, si Ismail Qemal Vlora. Jo, pash fatkeqësi e madhe kjo. Fatkeqësi e madhe. Ne jemi bashkuar ta rrezojmë. Edhe ftojmë çdo shqiptar të bashkohet me ne. Do mundeni? Do mundemi se s'bën. Pa diskutim. Ku bazoheni? Ku e bazoni sigurinë tuaj? Në pakënaqësinë e madhe popullore ndaj qeverisë. E para. Nuk duket, në protesta nuk ka patur shumë pjesëmarrje. Protesta në Shqipëri është gjë me cilën është abuzuar më shumë. Nuk është test. Në ç'kuptim? Patjetër pse organizohen? Protestat me protesta është abuzuar në mënyrë të paimagjinueshme. Po flisni edhe në atë kohë dhe tani? Absolutisht po, për 30 vite. Po. Ju jeni kundra protestave? Nuk jemi kundra, protesta nuk është test. Jemi pro. E kuptoj. Protesta nuk është test për të kuptojmë se qeveria ndryshon me protest. Jo. Qeveria ndryshot me kundërshti popullore e cila është akumuluar dhe në masën 70%. Po si kuptohet kjo kundërshtia popullore? Kudo që të dalish nga kjo studie nderuar e televizionit tuaj të shkëlqyer, po, edhe unë i përshëndes gjithë ndjekësit e këtij televizioni, e ty të falenderoj për ftesën, po, kudo që të shkelish në për Shqipëri do të hasish këtë. Në çdo familje, te çdo njeri, në çdo ambient, në çdo tavolinë, në çdo rrugë, në çdo bisedë. Dhe kjo thoni ju do përkthehet me vot nesër. Po pa diskutim se njerëzit janë të përfshirë në këtë betejë, nuk jemi vetëm ne. Interesi më i madh është te njerëzit, jo te ata politikanët. E kuptoj. Politikanët janë ata që menaxhojnë pakënaqësinë, edhe që u ofrojnë mundësinë për të votuar. Ne kemi detyrimin që përmes këtij koalicionit të madh prodhojmë një qeveri të besueshme, me njerëz të drejtë. Shqiptarët ka nevojë më shumë se kur për një qeveri të besueshme dhe të drejtë. Më shumë se kur. Europianët të cilët sot janë në një betejë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë nevojë të shikojnë Shqipërinë madhështore. Shumë. Po, kanë nevojë. Shtetet e Bashkuara, si aleati jonë më i rëndësishëm, të cilët tashmë i kanë mbyllë dyert Edi Ramës. Përfundimisht. E kjo nuk është thënia ime. Ja kanë hapur juve ndërkohë?
Nuk e them këtë, por Prania e them Elastivitas në këtë të Shqipëri parën dhe i e qëndroj dëshmon? kësaj, që ti mbyllësh dyert qeverisë, do të thotë që opozita është në një baraspesht interesante me qeverinë për zgjedhjet. Edhe kjo është e rëndësishme, duhet ta kuptojnë njerëzit. Ju, zoti Shehu, ju e keni Presidenti i Shtetit Bashkuar. Elastivitan, e keni takuar ju? E kam takuar, kam pirë kafe me tonë, du t'i kesh parë, kam pirë kafe, është njëri vital, njëri inteligent. Dakor, kjo po, e kisha fjallë në funksion të strategjisë për zgjedhje. Konkretisht, çfarë ju ka këshilluar ju si aleat i Partisë Demokratike që qëndronin pjesëtapur? Këshillat më të mirë edha me fjalën e tij te konferenca jone për Bashkët e Shtypit. Na i dha ne në bisedën e ngushtë që bëm informale në kafe në hotel Rock në Rit. Do vi t'i jap këtu publikisht për çdo shqiptar se ç'është Shqipëria, ç'nevojë ka edhe nga kush mbështetet. Këtë do ta dini. Po. Ju prisni ta fitoni mandatin e deputetit personalisht? Pa diskutim. Pa diskutim. Sali Shehu do të jetë deputet i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë. Nga politikanët që pretendon dhe meriton mandatin e deputetit në Tiranë për shumë arsye, sepse Sali Shehu ka mbrojtur Tiranën në 97-ën, Ola. Ka mbrojtur Tiranën, kryeqytetin e vendit. Ka qenë 2 mandate deputet që ka shkëlqyer, po, sot drejton një parti politike, është një nga partitë më interesante të këtij koalicioni të shkëlqyer. Unë do komunikoj me çdo qytetar dhe i ftoj gjithë ta votojnë Sali Shehun këtu. Se voton një njeri, një avokat të rëndësishëm tyre në kuvendin e ardhshëm. Deputeti nuk është vend pune, e thash në fillimin e fjalës time. Deputeti është mision, është qëndres, është përfaqësim, është statur, është formim, është eksperiencë, është avokatur. Të gjitha këta do të gjejnë votuesit e Tiranës nga Rrogozhina deri në Kamës dhe në qafën e Murrizit të Sali Shehu. Kush është zona më me influencë për Sali Shehu në Tiranë? Nga e cila ju prisni të merrni më shumë vota se në një zonë tjetër, po themi? Po shiko, unë të gjithë zonat i kam shumë afër. Po e di, ju bëni fushat të kuptojt në gjithë Tiranën, pa tjetër, po. E keni një zonë që... Po marim zonën e Tiranasve, një zonë e rëndësishme, bërthama e kryeqytetit, po. Ne me Tiranësit nuk ndajmë asgjë, se ne jemi bashkë e kemi themelu Tiranën. Dibranët me Tiranën kanë themelu Tiranën bashkë. Nuk mund t'i ndaj këto njëre zonë. Sigurisht që kanë Joridën, që ja respektoj shumë, Ali Mehmetin, figurat shkëlqyera. Por Sali Shehun s'mund t'a ndajnë Tiranësit nga këto 2 figurat shkëlqyera. Po njërin do duhet votojnë? Ore të zgjedhin këtë duan, po ne jemi të 3. Po, ka dhe të tjerë. Kështu që nuk ndaj asnjë zonë. Sikur se i ftoj Dibrand, edhe gjithë të ardhur tjerë të respektojnë figurat e rëndësishme të kësaj liste të shkëlqyer. Po, pa diskutim. Çfarë ju pyesin njerëzit konkretisht në për takimet elektorale që zhvilloni? Çfarë duan të dinë nga programi që ju besoj parashtroni përpara tyre tashmë? Ne kemi një program të shkëlqyer. Një program i hartuar nga ekspert më të mirë që ka vendi, i konsultuar me partitë aleate jashtë Shqipërisë. Program i cili do të nxjerrë Shqipërinë nga varfëria ekstreme. Ne nuk jemi në nivelin e varfërie normale, jemi në varfëri ekstreme. Dhe paketa që ka hartuar Partia Demokratike me ekspertë e saj, është paketa më njerëzore që ka parë historia politike e këtine 30 viteve. Ne do duhet me përgjegjësi ta implementojmë to. Në muaj dhe afatet që ka përcjell për gjithë opinionin Sali Berisha. Do të na duhet. Ky program është një arsye shumë e fortë për të tërhequr njerëzit drejt nesh. E kuptojnë ata, pra njerëzit e kanë fjalën. Është e thjeshtë. Pensioni 400 euro është i thjeshtë. Ka 12 vite Edi Rama u ka dhënë nga 50.000 lekë në vit. Për 12 vite pistoi u ka dhënë 300.000 lekë vjeta për 12 vite. Kupton ti? Ne u japim 400.000 në muaj. Ne kemi një paket 200 euro për njerëzit në nevojë. Kemi pagën minimale 500 euro. Kemi pagën mesatare 1.200 euro. Kemi kartën e ushqimeve që të rimburson të vëshën, e furnizimit familjeve. Gjitha këto e në element të rëndësishëm që do të shkojnë në çdo familje, në çdo vatër, për të shkull varfërinë ekstreme. Pastaj, punë e qeverisë nuk marron këtu. Prandaj thash fillimun që duhet një qeveri e përgjegjshme, që të jetojë me shqetësimin e çdo qytetarit të Shqipërisë. Ne kemi përjashta më shumë banor vëllezër e motra se sa jetojmë këtu. Të gjithë ata e dëshirojnë Shqipërinë madhështore.
për 2 arsye. Bile 3 arsye. E para se cili prej tyre ku do që jeton, nuk e mbyll syrin të flej pa e kujtu vendin e ti. Asnjëri nga ta, i madhe i vogël. E dyta, se cili prej tyre ka familjat e vetë tu. Edhe kjo është një arsye tjetër për t'i mbyll syt, për të mos i mbyll syt rehat. Dhe e treta? Edhe treta, krenaria për vendin e tyre. E kuptoj. Shqiptarët e kanë në gjendje në krenar për vendin e tyre. E ne du të kultivojmë këto me qeverinë e ardhshme. Shumë. Unë ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Edhe ju pres të rish në studio për ta shpalosur programin, pse jo? Patjetër, po. Faleminderit edhe sukses edhe një herë. Ky ishte programi për sot. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë takohemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Fundjavë të mbar.